Kryeministër, ku jemi me inspektimin e lotit 3 Gjanicës, një nga veprat më të rëndësishme për qytetin e Fierit. Kishim avancuar dhe përfunduar 2 pjesët e para, ndërkohë që me përfundimin e pjesës 3 të Gjanicës kemi shëndetoren e plot. Punët kanë avancuar shumë mirë, madje më shpejt nga që prisnin. Pas përfundimit të marrjes së lejeve atë mjedisore dhe lejen nga Bashkia e Fierit, PSHZ-ja ka nisur mobilizimin e kantierit dhe është bërë një pjesë e mirë e pastrimit të sipërfaqes për të gjithë ndërtimin e lotit të tretë. Praktikisht, ashtu siç kryeministra tha, është loti i tretë. Plotson gjithë pjesën e lumit Gjanicë midis 2 unazës së madhe që ka qenë Fierit, unazës së vjetër të madhe, me gjatësi rreth 5 km. Praktikisht mund të jetë shëndetoria, pra lungo fiume, shëndetoria më e madhe që mund të ketë në një qytet në Shqipëri, 5 km shëndetore, të dyja krahët, që ka qenë nga një plagë urbane të shkëthyer në një shëndetore, në një hapësirë të gjelbër, një hapësirë për shumë e frekuentuar për të drejtën. Deri në gusht ne shpresojmë që të mbyllim komplet betonimin e shtratit të Gjanicës. Në momentin që betonohet shtrati i Gjanicës, pastaj edhe nëse fillon stina e shirave, punohet lart, nuk kemi pengesë, punohet lart, duke shpresuar që deri në fund të vitit kjo e gjitha të mbarojë, të lidhet me pjesën tjetër. Si jeni? Mirë? Si jeni? Mirë. Mirë duket, a? Edhe shika marrë sy. Edhe kështu puna, mos i punim shumë mirë. Edhe cilësia shumë mirë, po tu ka një favor sepse lumi është kostuar andeja edhe ka punojnë në rehat tani. Nuk kam probleme me ujrat me to, kështu që të paktën në një segment të mirë do të ecim në këtë mënyrë. Deri kur fillojnë shira ndihmu ju amblini gjithë gjatësinë e projektit. Kemi bërë postimin e rrjedhës, kemi bërë skarifikimet, edhe jemi më komod për të vazhduar me pjesën e kanalit betonik. Detajet e shëndetores, simi i shtratit, trotuaret, gjelbrimi, rrethimi. Në botë është shumë bukur. Se ku luhet atje? Tek unaza në pjesën jugore të qytetit. Edhe projekti këtu është i plot në 2 nivele shëndetore, edhe pjesa poshtë, edhe trotuaret më lart me ndriçime, gjelbrime, gjithë elementet urbane. Aty kemi pasur mundësi, kemi zgjeruar dhe pak hapësirat e gjelbërta. Kjo stabilizon dhe pastron edhe gjithë pjesën tjetër tani që kemi bërë, sepse duke u betonuar shtrati i lumit, gjithë uji që mund të vi pastaj në pjesën e qendrës do jetë akoma dhe më i pastër, kështu që në 2015 kur ka dalë projekti fundit do i ka ardhur deri këtu. Këto përmbytën gjitha këtu. Jo, po përmbytja e fundit që ka qenë, ka ardhur deri këtu. Edhe për pak bilde atje. Respekte.